Si bën Trumpi? Kërcimi Trumpit? Ti e Melania kështu? Ti e Melania. Mirë mbrëma të gjithë ndjekësit e Bardazis, jemi në këtë të premte live. Ky emision është si shënjestrat e topit. Mos ta vëmë shim syrin se... Qa shënjestër topi, është me më keq, shënjestër në ndece. Mirë, do të shkojmë në rubrikën tonë dhe tuajën të preferuar, nuk e ki iden sa njerëz më kanë shkruajtur këtë fund. Ç'më do të fare për rubrikën tonë përse? Më shkruanin burra që kishin emra lumeve dhe më thonin si e the atë humorin? Qa the për burrat që kanë emrat e lumeve? Thash për burrat që kanë emrat e lumeve, mos mbani burra me emra lumesh, se dalin shpejt nga shtrati, kaq thash. Po, ja u the 31 milion shikime? Po. 31 milion, po. Arben, çfarë bëri Odiseja kur dëgjoi sirenat? Po që të bënde me mësuse? Hapi rrugën ambulancës. Vazhdo të keqe mësuse. Alo? Alo? Po, alo. Nuk po funksionon dekoderi televizorit. Po qarë drita ka ndezur dekoderi, zotri? Po vetëm drita e banjës është ndezur, ta fikë. Mirë dita. Jam një migrant nga Zvicra. Dua të vi të punoj për atë dhe unë tonë të japë kontributin tim. Ku të drejtohem? Në psikiatri. Aty është bëndi. Jemi një popull shumë i veçantë. Kur na bëjnë dhurata, nuk themi faleminderit, po themi që doje, pse u argjove? Po pse e bëre? Po pse argjove ka ish pak? Mbrëm u bëre tap në ditëlindjen time, po turp nuk pate. Po nuk piva unë, qik, sa për këshu. Fare. Po, nuk piva shumë. Po shumë. taksin, pse e telefonove? Po, për arsye sigurie, mos e ngisja, për siguri. Po, ditëlindja bëjnë shpinë tënde, mo. Vazhdojre. Pash një fëmi 12 vjetë që për i bërtiste babajt. Më lërat, mos më qaj kokën. Më kujtua pasaj që dhe unë e kisha thënë njerë në këtë mosh këtë. Dhe u zgjova pasaj kur u bëra 16 vjetë. Si të duka i fjalimi asaj debutetes? Të pëlqeu? Po, më pëlqeu. Fustani saj ishte shumë i bukur, bluza qiklaminit, ajo gjaketa i rinde për mrekulli. Fantastik ishte, më pëlqeu. Vendosa dhe unë të bëja një piktur. Vizatova një shtëpi me sfond detin, pastaj më erdhën dhe ma prishën si ndërtim pa leje. Pup! S'kara kjo. Parashikimi. Lajmi orës së fundit. Në Shqipëri erdi Drakula dhe vdiq nga uria. Nëse na kishte ngelur mas një pik gjak. Ngeli pa ngrën. Duke par këta vipat, më kujtua ajo kënga, po. Duke par këta vipat, më kujtua ajo kënga. Ti rije në dritare, vështroje një miz, unë haja buk me gjalp, ti haja buk me gjiz. Ta japin vipat këtë ndjesi. Zotëri, jemi në muze këtu, mund të qosh nga jo karrige ku je ullur qomër, zotëri, qoh. Po lodha më i zonjë, 5 minuta dori. Po ajo është karrige e Luigjit 14, mo, ku je ullur, mo, e di ku je ullur apo jo? Po pa probleme, kur të vinë ngriam unë. E kishe fjallën për ato vipat e bigut, ata që i njënin gjithë personazhet. Po, vipat më të mirë, si pas mendimit tim, vipat më të mirë janë ata që pinë oj lajfiza. Po, dhe rozen time të preferuar. Se lajfiza, si kemi thënë, lajfiza zgjidh kriza. Donë, kur keni kriza, shkoni të lajfiza. Vazhdoj, dashur. Prit. Po pres. Vipi që është vip, fle vetëm në krevat Dorelan. Ashtu, a? Dhe çdo njeri që do të bëhet vip, nëse nuk ka krevat Dorelan, nuk bësh dot vip. Në qoftë se je vip dhe s'plen Dorelan, të rrosh vip lëku. Okej, bravo Dorelan. Sepse Dorelan dhe vip janë si motre vlla. Po. Vazhdoj dashur. Dhe ky është një mesazh shumë i bukur që do ta bëjmë për të gjithë ndjekësit tanë. Prit, stop. Urojmë të gjithë besimtarët ortodoks, sepse e shtuna dhe diela është një festë e madhe, festa e Pashkëve, dhe sot është e premte e zezë dhe një urim kështu ekselent për gjithë besimtarët ortodoks. Po, dhe këtë do bëj dhe Unionet Western Union, uron të gjithë besimtarët ortodoks gëzuar Pashkët, le të sjellë kjo festë e shenjtë më shumë dritë, shpresë dhe gëzim në zemrat tuaja. Po, mbaroj publiciteti, vazhdo. Jo, prit s'ka mbaruar. Prap? Transfertat Unionet Western Union, tani keni dhe në celularin tuaj me UPay Albania, me 1.000 lek bonus për çdo veprim dhe 0 komision për tërheqjet në aplikacion. Çfarë duhet bëni? Vetëm futuni llogarin tuaj UPay, zgjidhni Western Union në menu dhe ndiqni hapat. Shkarkoni falas UPay Albania për një eksperiencë të shkëlqyer digjitale. Vazhdo i dashur, se plasa, duket të plasa. Më jepuj se plasa, fakt, ujnë e ke këtu, Urdhëra. E dashur,
Me sa grad lahet kjo bluza ime? Po shiko, çfarë shkruan aty mbrapa? Michael Jackson. Po, bravo. I dashur, nëse unë vdesa, do martohesh përsëri ti? Ndoshta, pas sa vitesh? Po bijuteritë e mia, do japësh? Jo. Po këpucët e mia? Po jo, se e ka këmë 37 ajo. Ajo, Okej, vazhdojmë. E vetmja gjë që e bashkon të majtën me të djastën, janë sytjenat. Punon gjithë ditën dhe gjithë jetën dhe pensionit të del si numri telefonit të urgjencës. Do vetet e një miku im se ka ditëlinin dhe do t'i bëj dhurat. 3 kg domate dhe 10 litra naftë. Ashtu, ha? Po, është dhurat e shtrenjtë. Naftën me pikatore. Po. Grua, të jap fjallën se duke filluar që nesër, do bëj 5 kilometra ecje çdo ditë. Do më thonë, mbas 7 ditësh ti do jesh 35 kilometra larg meje? O, zoti ma. Mojësish. Bleva hartën e botës. E ngjita në mur dhe i thash gruas. Grua, merr një shigjet dhe gjuaj. Ku të ve shigjeta, do ikim 2 javë me pushime. Pasa geniale, po kur a shigjeta? Kemi 2 javë që lajmë emët në aneks. Atjera shigjeta. Dallimi mes gruas dhe dashnores. Kush është? Dashnores mund t'i tregosh që ke grua, po gruas nuk i tregon dot që ke dashnore. Kurse mua më ra një halli madh. Doja ta hiqja qafe, i thash që jam e martuar. E di si më thaj? Dhe unë i martuar jam dha. Për mua, ora e matematikës ka qenë gjithmonë si të shikosh një film kines pa titra. Gjithçka që më duhet në këto momente është një përqafim dhe 500.000 euro. A e dini se çfarë thonë njerëzit 10 sekonda mbasi mbyllet telefonata? Në fakt më mirë mos e dinit, se po ta dinit, do ishte zhdukur gjysma e njerëzimit. O zot. Ja i duhet hynë në shtëpi, lidh grua dhe kërcënon burrin me pistolet. Aman, merr çdo gjë vetëm liro gruan. Ore, po mirë, kaq shumë e do gruan ti vërtet? Po nuk është gruaja ime, është komshia, gruaja vjen pas 10 minutash. Ka një problem me mushkonjat, nëse mushkonja do të thithnin dhjamin, ato do të ishin miku më i mirë i njeriut. Eci Merion shpejt. Pritësh e bukur kjo. Femrat janë si Irani. Sa herë që e kuptojnë se do humbin debatin me një mashkull, kërcënojnë se do mbyllin ngushticën e Ormuzit. Mirë, unë them tani të presim me një duar trokitje gjigande Adelën, e cila vjen me lajmet e saj. Po, sa të vi Adela, po them edhe 2 batuta. Po. 1, 2 janë problemet e femrave. Nuk kanë asgjë për të veshur dhe nuk kanë ku vën rrobat. Dhe 2, një burr e kupton. Hajde Adela, se këto humore s'po të pëlqyen fare. Po lere me se je pa humor në vetë. E fundit, ja dëgjoje. Një burr e kupton që është pjekur, kur nuk me më urdhra në prindrit, por me urdhra në gruaja. Bravo, i qafë burrit.